Nuk e hapi dhuratën e Krishtlindjes që ja kishin dhuruar 47 vjet më parë ishe dashura. Shumica prej nesh me padurim presin të hapin dhuratat e festës së Krishtlindjes, por një burr ka arritur të përmbahet duke mos e hapur dhuratën që e kishte fituar para 47 viteve. Bëhet fjalë për burrin e identifikuar si Adrian, i cili e kishte fituar këtë dhuratë nga ishe dashura që e kishte braktisur shumë vite më parë. Në ato kohë ai ishte 17 vjeç dhe ishte nxënës i klasës së 12. Por kur u nda nga e dashura e tij, Viki, ai mbeti me zemër të thyer dhe nuk mundi të pajtohej që ajo e kishte braktisur. Rruga për në shtëpi më është dukur shumë e gjatë dhe isha i pikëlluar, natyrisht si çdo person tjetër kur ndahet nga partneri, dhe që nga ajo kohë e ka mbajtur në mbredh për Krishtlindje këtë dhuratë, dhe sa herë që familjarët e mi i hapnin dhuratat, gjithmonë mbetej në mbredh. Ajo ishte dhurata që Viki ma kishte dhuruar dikur, ka deklaruar ai. Por Adrian vazhdoi ta mbante nën mbredh dhuratën, edhe pse u martua dhe krijoi familje, derisa një ditë gruaja e tij vendosi ta largojë atë nga shtëpia. Kështu që ai përpara se ta humbte e hapi për të parë se çfarë kishte brenda dhe doli se ishte një fotografi e dyshes sa ishin në lidhje.